në Riza Lushta, e cila ka ardhur në këto momente me topin e parë të mysafirëve. Humbi finalen me Ferronikelin pas penaltive. Baton Zabërgja, futet në zonë, mundësia e parë. Zabërgja, Arkimi, Jullë, Tabiçaj, goditja 0-1. Kalon përpara Gjilani. E shojmë këtu i shpejt për vidhët Baton Zabërgja. Shini sa e vështirë ishte për të qarkulluar topin, por ja doli që ta kthejte Tabiçaj. U vonuan aty dyshja mbrojtjes. Austin, po ashtu edhe Guriana. Shini as pak të vëmendshëm në këto moment. Shqiptarët e Partizani Tiranës. Kjo goditje direkt te pasimi në thellësi për Zabërgjën, shumë i shpejt, i rrezikshëm dhe po e vë në vështirësi mbrojtjen e Gjilanit. Kjo është ndërhyrja, penalti për vendimin që ka marrë. Shohim këtu pasimi që e ka dhënë në këto momente, niset përpara Tabiçaj, i qeti sakt për të synuar trofeun. E shohim edhe një herë tjetër goditjen e Tabiçajt. Figura kryesore të Gjilani deri më tani. Nimani. Ja shohim mundësia për 89 Çikoliçi, Seki Raça, goditja, shtylla për vendasit. Ja shohim këtu Fati, bukur pasimi i tij përpara, nuk e arriti Ramani, por në një moment të dytë Seki Raça ka bundur Fati. Fati në mes të këmbëve të Prekazit Islami, shohim mundësia 1-2. Ardian Muja shënon. Dhe Ardian Muja del në pozicion të pastër për të shënuar. Edhe një herë tjetër e shohim këtu. Ishte Iksan Sinani, ai që me pjesën e stomakut e bëri asistin për Ardian Mujan. Nuk të shton kapiteni Trepçës 89. Jenë Arkimi, i lartë, goditja e Tabiçaj! Super Tabiçaj! Festojnë me inspiruesin e lojës Gjilanit sot. Kjo është goditja me kokë. Reagimi dobët nga Olsen. Lë topin për Ramadanin, nuk merrën vesh ta dy mes vete. Mirë pasimi drejt Ardian Mujës, perfekt Seki Raça me ato. Ardian Muja kërkon hapësirën, goditja e tij ndalet nga Koliçi. Muja, vjen Prekazi, kjo është ndërhyrja për Prekazit që ka një karton të verdh. Shohim, është i ndëshkuar Arbër Prekazi dhe nuk e fal Nusa. Është karton i kuq me 10 futbollist Gjilani. Deportimin e Ardian Mujës, kjo është ndërhyrja e Arbër Prekazit. Është Ramadani që gjuan goditja ati e pret portieri. Kjo goditja në kraun e portierit ishte. Shpëtimi Drizi, nxjerr nga loja. Janë aksionet dërgo, Ardian Muja, Arkimi, Guav, nuk ka kaluar rreziku, gjuajtja, super Koliçi, në gjuajtjen e Nimanit, rivënje nga këndi spektakolar në këto momente. Enea Koliçi tregon aftësitë e tij me një super ndërhyrje, pas një aksioni të gjatë të Mitrovicasve. Ne shohim me njëherë erdhi në rast këtu, Abu Guav. Largo topi nga Lili, më pastaj erdhi kjo goditje e Nimanit. Kale, insiston aty Elton Kale, pasimi të Islami. Largo topi, thjesht gol out. Apo është penalti? 11 metrësh, më falni, nuk e kuptova. Trepçën 89 e shohim. Pasimi i Kales për Islamin, kjo është ndërhyrja e Austin. Vjen sinalizimi. Tabiçaj, gjithnjë kompleton pokerin. Shënon edhe sot sërish Tabiçaj. 2 gola të shënuar nga penaltit sot. 2 nga loja e rregull. Duket se Saiti e bën një gjë të tillë fort gjuajtja e pret Koliçi. Shumë e fort kjo goditje, e cila nuk e përfason megjithatë. Hoxha. Topi përpara, i Hoxhës mjaft i mirë. Te Kelmendi vrapon përpara, shen Kelmendi mundësi, goditja! Ndalet nga shtylla. Gjuajtja e Kelmendit. Muja. Markimi lart, plana me kokë, mundësi jashtë. Jashkon kjo goditje, ishte edhe Abu Kuav që ka mundur të shënoj aty. E shohim rastin e pastër për Hyseni.
Ja, del që të arkoj. Shojmë këtu Ymeri, nuk e kontrolon topin. Da Biçaj, është dita e ti. Golin e 5. Ne shojmë edhe njerë tjetër këtu se si rodhi ky gol. Shend Kelmendi përvoj ta kthej topin të Da Biçaj. Nuk e qëlloj mirë, por Arjan Ymeri nuk reagoj ashtu si shduhet dhe nuk e vazhdojnë as një sekund më shumë. Genç Nuza që e mbyll këtu 1-5